drejtë tek protesta do të shkojmë, si i lexon këtë protesta? Qofse do kishim një lloj perspektive historike, mund të themi që Rama është personi më i kontestuar në gjithë historinë politike pas tranzicionit në Shqipëri, edhe për shkak të gjatësisë në pushtet, por edhe për shkak të cikleve të protestave me të cilat është përballë. Duke filluar që nga protestat për armët kimike, për të ardhur tek protesta e studentëve, për të ardhur tek lëvizja për teatrin, edhe kjo e fundit. Pra ky cikël, po ta marrim jo si protestë, po si cikël protestash. E qartë. Dhe natyrisht shohim edhe elementët tipik të një lloj lëvizje shoqërore, e cila është aftë ta mbajë intensitetin deri diku të lartë, por që në dallim nga shumë cikle protestash të tjera, flas për ato që kanë ardhur si pasojë organizimit partijak, ose si pasojë e pretendimeve apo kauzave të caktuara, ka një kërkesë maksimaliste që e ka vendosur në fillim, ose që më saktë u imponu që në fillim protestës, që është dorëheqja e qeverisë. Dhe kjo e bën të mirë dallueshme nga të gjithë protestat, nëse kërkesa për dorëheqje flasë nga viti 2013, ka ardhur me kalimin e kohës, bile për të mos thënë që ka qenë edhe ndarse për ata që kanë marrë pjesë në protestë, sot i është mbi vendosur të gjitha kërkesave të tjera që kanë qenë që në fillim. Ju jeni profesor i shkencave politike, i diplomuar në Torino. Si e vlerësoni faktin që nga kjo protest buron thirrja kryesore që bie në sy është Rama në burg, Berisha në burg? Si ta lexosh kjo që ka ngjitur, le të themi, dhe që ti e shikon? Është shumë interesante që duke filluar që nga protestat e studentëve, ka një përpjekje për të vendosur në krye apo në ballë të pretendimeve për zgjidhje problemet natyrës ekonomike. Një arsyetim shumë i thjeshtë që neve mund të bëjmë sot në kushtet kur jemi, ndofta këto janë kushtet të cilat ndodhen edhe në shumë vende të tjera të Evropës, po ne na mungojnë amortizatorët social që bëjnë krizën më akute, është që sot një pjesë e mirë e njerëzve që marrin pjesë në protestë janë diku ke mosha 30-40, dhe kjo është shumë interesante për t'u parë. Janë pa aftësi, pjesën më të madhe, për të bejë shtëpi, për të programuar jetën e tyre. Në fakt, pjesa më e madhe atyre që largohen në emigracion, që nuk i përket kësaj grup moshe, janë njerëz të mirë shkolluar, në dallim nga para vitit 2010, po të themi, të cilët perspektivën e tyre e shohin si të bllokuar në Shqipëri, dhe e kam përshtypjen që kjo është një karakteristikë shumë e rëndësishme, sepse pak a shumë, nëse sikurse edhe ti e ke thënë që ndofta ky është fundi i tranzicionit, ndofta ky është edhe fundi i ëndrës apo perspektivës me cilën identifikohesh një pjesë e mirë e popullsisë që mundësitë për të arritur një mirëqenie sociale apo një lloj pasurimi në mënyrë të mëvetshme, pa pas amortizatorë të ndryshëm, kanë qenë të pafundme. Praktikisht, ne sot jemi në kuadrin e një lloj shoqërie e cila ka arritur një farë stabiliteti dhe ku lëvizshmëria apo ascensori social deri diku mbetet i bllokuar. Dakor, po pse me partinë kryesore të opozitës, ose si më thonë me liderin e partisë kryesore të opozitës, pse me Berishën? Berisha është një nga denoncuesit më të mëdhenj të kësaj qeverie. Berisha, në qoftë se ne t'i kthemi pak se tush pretendimeve morale që ka pas në Shqipëri për të ardhur në pushtet, ka diçka shumë interesante, Erdi. Në rast se unë vinë pushtet me një program caktuar politik, i cili ndryshon nga Joti, nga partia kundërshtare,
në lidhje me pak parametra, më pak taksa, më shumë taksa, më pak shtet social, më shumë shtet social. Në Shqipëri, nga viti 2005, le të themi, ose nga viti 2001, lejtmotivi i ardhjes në pushtet ka qenë korupsioni. Duart pastra. Duart e pastra, korupsioni, etj. Pra, dhe se tush opozitat kanë ardhur në pushtet në 2005, në 2013 me deviza morale shumë të forta. Pastrimi, duart e pastra, etj. Nga pikpamja praktike, çfarë kemi parë që nuk është operuar, ose më saktë korrupsioni i qeverisë Nano u harrua, nuk u fal, po u harrua, me pak lëvizje nga qeverisja Berisha. Me të njëjtën devizë Partia Socialiste erdhi në pushtet në vitin 2013, po. Dhe teknikisht korrupsioni i Partisë Demokratike ose akuzat që u bën Partisë Demokratike u harruan. Mos harrojmë që ato vilat e famshme të Belinda Ballukut apo të ministrave të tjerë qeverisë Rama nuk janë fenomen i ri. Edhe para vitit 2013 ka pas Partia Socialiste denonconte vilat e Ken Srulit apo funksionarëve të tjerë të Partisë Demokratike në Riviera apo në. Pra, ideja është që partitë politike kanë ndjek kauzat morale. Dhe të vishme një kauzë morale ka i përgjegjësi shumë të madhe politike. Humbja se tush mos respektimi i kauzës morale çon në bjerrjen edhe të besimit nga ana e elektoratit. Dakor. Pra praktikisht po të shohim mënyra se si e ka mbajtur pushtetin Rama, ka qenë pikërisht duke përdor mekanizmin e korrupsionit, blerjes votës, zgjerimit të administratës publike, pra është bler konsensusi, por pa ndonjë dëshirë të madhe për ta manifestuar konsensusin. Dhe se të sot Partia Socialiste po barë gjitha kostot e mdhaja të blerjes së votës. Një pjesë e njerëzve që dalin janë administrat, nuk kanë në lidhje emocionale shumë me PS-n. Bloku i cili sot emocionohet për PS-n shumë i vogël se sa shumë i vogël se sa votat që merr Partia Socialiste. Një pjesë të mirë të votave merr nëpërmjet mekanizmave që nuk kanë lidhje as me programin, as me liderin, po kanë lidhje më tepër me mekanizma të përdorimit të gjitha resurseve administrative që para politik. Dhe sot Partia Demokratike nuk mundet ta marrë kauzën ose ta manifestoj kauzën morale. Mund të jetë denoncuese shumë e fortë e korrupsionit. Po nuk mundet sepse kryetari i Partisë Demokratike është zoti Berisha, i cili ka qenë i akuzuar i kryesor për gjendjen e Shqipërisë apo për korrupsionin e para vitit 2013. Dhe paradoksi është që situata ekonomike e një pjesë të mirë të shqiptarëve para vitit 2013 ka qenë shumë e mirë se sa që sot. Ka qenë shumë e barabartë, themi, jo më e mirë. Më e barabartë. Më e barabartë, themi. Por Berisha nuk mundet ta avokoj këtë pretendimin moral përveç asaj që edhe përmes fakteve kuptohet që ka një lloj, nuk mund të them bashkëpunimi, por ka një lloj mirë kuptimi mes pozitës edhe opozitës në raport me interesat veçanta. Kulla, ndërtime, leje, etj. I cili ka ekzistuar edhe gjatë qeverisjes Berisha para vitit 2013, por që nëpërmjet idesë më tepër të rotacionit u prodhua. Pra, ajo ideja e korrupsionit vdiq. Unë nuk e di nëse Partia Demokratike do të vinte në pushtet, kam përshtypjen që nuk do të bënte atë gabim që bëri në vitin 2005. Nuk do ta bënte atë gabim. Pra, do të ishte më e zëshme në goditjen edhe në persekutimin fjallavjen të korrupsionit të Partisë Socialiste, por kjo mbetet vetëm një hipotezë. Kështu siç kam përshtypjen që dhe Partia Socialiste do të kishte qenë më e zëshme në vitin 2013. Ku mendon se do të shkojë kjo? Se kjo është pyetja kryesore. Pra, aty ka një energji të madhe rinore politike në datë thuaje,
ka një energji e cila se unë kam qenë dhe e kam parë nga afër, por a mjafton kjo për të sfiduar sistemin që këta e konsiderojnë Rama Berisha? Sistemi ka disa mekanizma nëpërmjet cilave mbahet në këmbë, por janë shumë të dobët. Sepse në momentin që nuk ka më besim tek sistemi, atëherë sistemi bie. Po për sistem demokratik jemi, apo jo? Jo në kuptimin, nuk flas për sistemin demokratik në vetvete, nuk është propozojnë një sistem tjetër këta? Jo, sistemi në kuptimin e mënyrës se si sot është ndërtuar raporti mes shtetit dhe shoqërisë në Shqipëri. Ti e koshent vetë, duke qenë se ke qenë edhe i aktivist i vjetër politik, ke kuptuar se cilat kanë qenë mekanizmat mes cilave transmetohet apo majoranca është e aftë thithi votën. Nuk janë mekanizma emocional, nuk janë mekanizma besimi, janë mekanizma interesi të pastër. Problemi është nëse ti se tush e vendos unë nuk kam qef ta përmend emrin popull, e vendos shoqërinë, sepse mendoj që termi popull është i pak të devijon nga objektivi ose nga analiza. Por e vendos për shoqërinë ose segmente ndryshme shoqërore, interesa përballë një pretendimit natyrës morale, i cili vlen, atëherë edhe ai interesi jot i veçantë mund duket banal përpara kësaj. Pra njerëzit janë të aftë edhe sot një pjesë e administratës që ka dalë në protest, është deri diku e aftë edhe të mbaj peshën e kostos që mund t'i bjerë. Për sipër. Unë, për shembull, jam shumë kurioz të shoh cilat do të jenë mekanizmat për ta zhbërë protestën. Mekanizmat njëjtë janë përdor edhe për mbi teatrin, lëvizjen për teatrin, dhe për lëvizjen për universitetin. Për universitetin. Armët kimike ishte pak më... Lëvizja për universitetin vitit 2018, ajo për teatrin është pak kohë më vonë. 2018 u përdorën mekanizmat e presionit ndaj prindërve të fëmijëve, ndaj studentët u tërhoqën. Në 2020 u përdor blerja e një pjesë të mirë e personave të cilët e mbështeten. Kryesisht kanë qenë personazhe të cilët kanë qenë direkt interesuar. Televizja për teatrin, po. Për televizja për teatrin. E njëjta gjë ndodhi dhe në këtë moment, por duke qenë se protesta si thosh interesi i Zvërnecit u eklipsua nga kërkesat maksimaliste, mbani mend që 2 ditë masi ndodhi ajo tërheqja zvarre atij personit në Zvërnec, Rama mlodhi foli me banorët. Edhe në një farë mënyrë kjo ishte ideja, pra për t'ia vjedh kauzën dhe për ta zgjidhur në nivel lokal. Problemi i Zvërnecit nuk është problem lokal, është problem kombëtar. I lëmë një anë aspektet e natyrës teknike, etj, por është problemi i natyrës kombëtare. Dhe jam shumë kurioz të shoh si do operoj me aktorë ndryshëm të protestës. Po kam përshtypjen që kostot për Ramën sot mund të jenë shumë herë më të mëdha se sa përfitimet. Gjithsesi, masiviteti i tejkalon të gjitha, deri dje as kur nuk kemi parë këtë nivel proteste. Vetëm opozita, ka që vetëm Partia Demokratike arrinte që të mblidhen në shesh. Po edhe studentët në maksimumin e protestave para kryeministrisë, ose tush e mbushnin deri në një 4 orë relativisht të kufizuar. Dakor, po këto e kanë kaluar ato përmasa. Ka dhe një faktor tjetër shumë të rëndësishëm. Rama edhe si shumë qeveri në Shqipëri kanë lozur shumë ato që quhet legitimiteti i jashtëm. Legitimiteti brendshëm dhe legitimiteti i jashtëm. Rama ka investuar në disproporcion për të pas legitimitet të jashtëm. Dhe Zvërneci është simboli i këtij disproporcioni. Kur u bë takimi në Davos, mbani mend që Rama nuk shkoi, në mos gaboj, dhe se të Davos përkoi me ardhjen e Ivanka Trump në Vlorë. Dhe shumë nga analistët, sidomos të opozitës, tentuan ta
se ta portretizonin si një lloj anashkalimi që Trumpi bënte Ramës, por në fakt ajo ishte interesi vërtet. Davosi i Ramës ishte në Zvërnec, nuk ishte në Davos. Ishte një funksionar i inkorporuar në këtë logjikën e këtij sistemit neokolonial, i cili tregonte tokat e babait vajzës. Po. E një pamje se tu që na çon diku në shekullin e kaluar. Që i hajaj, që i tregon djalit të beut, i tregon tokat e babës. Në fakt nuk janë as tokat e babës. Kjo është çështja. Dakor, po në raport me atë disproporcionin ndërkombëtar. Po, dhe kjo është disproporcioni ndërkombëtar. Zvërneci ka qenë për mua, ka qenë hipoteka e fundit që Rama kërkonte të arrinte me idenë e propozimit i interesit palënshëm amerikan, që në fakt është një resort, nuk po themi qelbur, por është një resort siç mund të jenë me dhjetra Meksik, në Republikën Dominikane, në Jamajka etj. Por me bastin se tush familja Trump do të ketë një lloj vijimësie politike, ndofta jo nëpërmjet Trumpit, por nëpërmjet familjarëve të tij. Perspektiva është që në zgjedhjet e ardhshme mundet deri më tash parashikohet që J.D. Vance të jetë president Republike. Edhe kështu që kjo ka qenë pra legitimiteti i jashtëm. Po dhe J.D. Vance do kishte. Dhe tashmë ky legitimitet i jashtëm është bërë sepse kemi parë. Është bërë sepse Rama ka luajtur me dy porta që janë të kundërta me njëra tjetrën. Ka luajtur me portën e trumpizmit që është shumë problematike në këtë moment që flasin në Evropë edhe më tutje. Por ka luajtur edhe me portën e djalit të urtë edhe të dashur, artistit që bëhet politikan, që rezonon fort me të majtën liberale, të paktën në këtë hartëzimin kulturor, le të themi, që është i shpenzueshëm kudo. Pra është një figurë që është e shpenzueshme kudo. Figura e piktorit edhe artistit me bindje të majta europiane, i cili për shkaqe të ndryshme jeton në një vend oriental, të pak dhëndur, cili do të japi formën e tij sipas një modeli europian, dhe këtë lloj mekanizmi e ka ritransmetuar, e ka përforcuar kryesisht me aksesin e pafundëm që ka pasur Rama në media. Në të jap një moment, ka qenë viti 2017 a diçka e tillë, Rama ka bërë një intervistë në emisionin e Bruno Vespës Porta a Porta. Jam kontaktuar për të dhënë një intervistë ku kam shpreh në një pjesë të mirë të këtyre problemeve që kemi sot, problemin e ikjes trurit, emigracionit etj. Dhe krahas me janë marrë në intervistë edhe shumë persona të tjerë. Dhe këto intervista nuk janë transmetuar kurrë. Porta a Porta ka qenë një produkt PR-i që u bë Ramës në Itali dhe produkte të tilla Rama ka pas, aksese të tilla ka pas pafund. Dhe kjo po më thua The Guardian, Shtypi Liberal, Shtypi i Majt, Reuters, po CNN. Etj. Nga kjo pikpamje, ajo që e ka dalluar Ramën nga modeli Berishës, ka qenë aksesi pafund që ka pas në media ndërkombëtare. Që nuk e ka më, po thua? Sot, me sa duket, nuk e ka më. Dhe është kjo dyfaqësia që Rama ka përdor, pra tendenca për ty në dy porta, që është tipike për politikën shqiptare. Po ta shohësh nga zogu tek Enver Hoxha dhe se tush pasusi i kësaj politikës me dy porta ka qenë Rama, dhe besoj që ky është momenti në cilin duhet zgjedhim në cilin port duhet të rri. Si njohës shumë i mirë, domethënë edhe i sistemeve politike, si e vlerëson këtë lëvizje? Ka të ngjashme për mënyrën se si po impostohet në kërkesat që bën dhe në këtë larushi, rrymash, korrentesh e profilesh publike çuditshme. Për rastin e Shqipërisë dhe për rastin e Evropës, për rastet e Evropës Lindore në përgjithësi, fenomenet të tilla kudo nisin me idenë e denoncimit të korrupsionit.
e denoncimit të smundjes që ka në thelb sistemi që është po prap korrupsioni. Jo demokracia vetëm e korrupsioni. Dhe po të shohësh përveç dorëheqjes qeverisë kërkohet edhe reforma e sistemit. Po ta shohim në mënyrë të ngjashme me atë që ka ndodhur në Itali në fillim viteve 90 kur ka qenë Tangentopoli manipulite etj, nuk pati lëvizje sociale, por rezultati i Tangentopolit që ndryshimi mekanizmave të sistemit. Dhe po ta shohësh për shembull një kërkesat e mëdha që ka ardhur nga shumë segmente të shoqërisë civile është ndryshimi i kodit zgjedhor. Kalimi nga proporcional rajonal siç e kemi në proporcional kombëtar, i cili unë nuk e dëshiroj, por në kushtet kur sistemi është se thosh i ngulfatur sipër dhe është i rregulluar dhe i menaxhuar nga dy aktorë, ndofta do të jepte një lloj frymëmarrje. Kled, edhe një pyetje tjetër në raport me këtë protestë. Si e shikon fatin e saj në kuptimin politik të fjalës, a do të kthehet në një organizim politik që ti sfidoj pikërisht këta që i konsideron edhe dy problemi më i madh që kam në lidhje me protestat dhe lëvizjet shoqërore është memoria. Më tepër se sa rezultati. Memoria, në kuptimin e asaj që në Shqipëri deri në momentin që flasim ka memorie segmentare për atë që ka ndodhur dhe unë e ritheksoj sepse janë momente edhe shumë traumatike, për atë që ka ndodhur në raport me lëvizjen studentore, mënyrën se si përfundoi dhe me çështjen e teatrit. Nga këto dy fenomene ose dhe me lëvizjen kundër armëve kimike. Nga këto tre momente, ajo që ka lënë më shumë memorie është lëvizja për teatrin. Flas për memorie traumatike. Nuk flas për memorie të kuptimin e lëvizshmërisë. Dhe kam përshtypjen që kjo lloj proteste mbështetet pikërisht tek një pjesë te kjo memorie. Aktivistët që kanë marrë pjesë në ditët e para etj vinë nga ky lloj formimi. Kam përshtypjen që mund të ketë një lloj relevance elektorale në kuptimin e memorjes, pra nëse edhe sikur kjo të mbaroj ne kemi zgjedhjet lokale, mund të ketë relevancë në raport me zgjedhjet lokale. Nuk jam i qartë nëse do rezultojë në një forcë politike, por lëvizjet të tilla kërkojnë gjithmonë një leadership karizmatik, i cili mungon. Dhe kushdo kam përshtypjen nga faktorët politik që nuk përmban ose nuk kanë vetvete karakteristikën ose nuk e mishëron protestën nga pikpamja karizmatike, nuk mundet ta përkthej këtë vullnet në një forcë politike të caktuar. Por kam përshtypjen që forcat politike në opozit, disa nga forcat politike në opozit, jo të gjitha mund të kenë një lloj fryrje ose mund të fitojnë një lloj besimi nga kjo. Ndofta në situatën më të mirë të mundshme, por është një diçka që nuk është se japim dot përgjigje. Protesta mund të kishte një lloj prodhimin e një lloj leadershipi, ndoshta jo karizmatik në kuptimin e përgjithshëm, po karizmatik lokal, që nuk e shoh, megjithëse sepse ka organizma lokal, dhe që më pas mund transferohesh në prodhimin e një partie politike. Por kështu siç është, ose do të mbyllet, ose kur të vinë zgjedhjet, do ketë një referencë politike, ndofta në subjektet që tashmë janë. Një forcë politike që mund dali nga protesta, di çfarë mund kërkoj një reformim total të sistemit. Pra rikthimin e një lloj ndryshimin e parametrave kushtetues, shkallëmimin e 2008-s besoj. E 2008-s e kështu me radhë. Krejt, kalojmë pak në Kosovë se nuk ma mori mendja do na mbante kaq gjatë protesta, po mbetet ngjarja e ditës. Si e vlerësove, si e lexove rezultatin që populli i Kosovës i dha përfaqësuesit vet politik? Unë them elektorati i Kosovës, jo populli i Kosovës. Elektorati i Kosovës. Po ta shohësh, ka një cikël i cili në harkun e një viti ka prodhuar tre zgjedhje.
Në një farë mënyrë ndofta elektorati në Kosovë është mësuar me idenë e krizës dhe ndofta është mësuar me idenë e një normaliteti që kriza, edhe pse është politike, nuk e prodhon. Pra, nëse ka diçka në cilën ne mund të jemi deri diku të qetë, është që Kosova të paktën ka fitu betejën e institucioneve. Business as usual. Pra, qeveria, zotit Kurti, ka vazhdu punën. Kryeministër në detyrë apo me detyrë kryeministër? Pa detyrë, sot qeveria zotit Kurti hyn në vitin e dytë, le të themi, që nga gati. Viti i dytë është. Gati viti gjashti lem vitin e dytë që nga zgjedhjet e zakonshme të shkurtit, lem vitin e dytë. Okay. Pra, një situatë normaliteti politik, në cilin janë mbajt 2 gara, le themi jo 3, po 2 gara të qeta, në cilin arsyeja për të kaluar garë ka qenë thjesht e një bllokim institucional i cili ka ardhur. Unë besoj më tepër për dëshirën e opozitës, sepse me ciklet elektorale ka mendu, sepse sot rënja e votave të vetëvendosjes kështu po lexohet. Por ka diçka e cila nuk po arrihet të kuptohet, që as partitë politike në opozitë nuk kanë pas rritje shumë të madhe. Pra mund të ketë një lodhje me sistemin, unë nuk e besoj, unë them që është më tepër intensiteti i pjesëmarrjes politike i cili zbehet me kalimin e kohës. Pra sa më shumë të zgjatet një proces intensiv politik, aq më shumë e humb peshën e vet. Zgjedhjet një herë në 4 vjet janë një cikël normal, njerëzit se thosh parashikojnë idenë e mobilizimit, ose në ciklet ndërmjet zgjedhjeve mund të ketë situata të jashtëzakonshme. Në Kosovë s'pati situatë të jashtëzakonshme. Dakor, po. U prodhu një rezultat i cili kërkoi 60% Kurti dhe mori 40%. 60% po të kishim pas një sistem tjetër zgjedhor në Kosovë, do kishte pas sot pa dyshim 60% parlamentit. Por kemi një sistem elektoral i cili ka disa pengesa. Është sistem elektoral me handicap, i cili zakonisht ndëshkon ato që është më i fortë. I cili natyrisht nga lëvizja e vetëvendosje është përdorur si dritare për të futur në politik, pa këtë lloj sistemi zgjedhor, lëvizja e vetëvendosjes kishte pas relativisht vështirë të ishte në parlament ose të kishte këtë akses që ka pas. Por, duke qenë se tashmë është parti majoritare dhe me vokacion qeveriformues, natyrisht vlen pjesa e handicapit. Pra, partitë që kanë në Kosovë një vokacion, mos lëvizja vendosje, ka një handicap, pra që të qeverisi e vetme, që të mos ketë bllokimin që i bën opozita, duhet fitoj 60% të votave. Nuk është realiste. Për mua fitoreja e 60% të votave. Ndofta jo në këtë moment. Ndërkohë, cili do jetë fati, a do kemi një koalicion të vetëvendosjes me fjala vjen me PDK-n, me LDK-n, me AK-n, apo do shkojmë sërish në zgjedhje? Këto zgjedhje janë shumë interesante, sepse forcat opozitare kanë dashur ta marrin situatën me lodhje, duke menduar që elektoratin e kanë statik ose vetëm në rritje dhe vendosja do kishte vetëm ulje. Në fakt, sot, kjo është një strategji që po të bëj një paralelizëm e kanë ndjek këto 3-4 vjet Rusia kundër Ukrainës. Përfitimet vogla me kosto shumë të mëdha. Problemi është që nga ndonjëherë këto përfitimet e vogla me kosto shumë të mëdha ndalojnë. Dhe kostot bëhen akoma më të mëdha. Partitë politike o kanë pas rritje hiperminimale ose kanë pas edhe rënje të votuesve. LDK-ja kishte rritje. Rritje minimale të marrësh të pretendosh që Zoja Osmani do ta ngrejë mbi 10-12% të elektoratin, mor një peshë të rëndë, e cila në fakt ju rezultoi bosh. Në terma praktik, ti mund të thush që pati 4 deputet më shumë, po në terma rritje votesh rritja ka qenë minimale. E dyta, rritja e LDK-s ka qenë më shumë prej mos pjesëmarrjes elektoratit që ka votu lëvizjen vetëvendosje, për 1 milion e ca arsye nuk mund ta ketë votu, edhe për arsye totalisht banale.
por rritja ka qenë shumë e vogël. Pra një forcë politike e cila gjendet në kuadrin e një pjesë nga 13 deri në 18% pretendojnë të votave, por që prapë në rritje termash të votave nuk i ka të larta, atëherë do të thotë që investimi, nuk e di sa ja ka vlerë investimi, sepse do të jenë dy nusa në tjetër shtëpi. Lumiri me Vjosën, si do ta zgjidhin çështjen e primatit politik në parti? Do të rriqet Vjosa do bëhet deputete e Parlamentit Kosovës apo do pretendoj të jetë president e Republikës? Nuk ka shanse për të qenë president e Republikës. Pse nuk ka shanse? Po është e vështirë sepse praktikisht rreshtimi në radhat e vetvendosjes, marrja një pozicioni politik nuk e bën kandidaten e duhur. Atëherë LDK-ja do duhet që të heqë dorë nga ose të paktën të kërkojë një president politik. Të mos kërkojë sikurse ka dash deri dje një president apolitik mbi palët, sikurse ka qenë pa dhënë emra. Partitë politike në Kosovë në para zgjedhjeve, kur filloi kriza presidenciale, kanë dash një personazh politik, i cili as e kanë shpreh, as nuk e kanë emëruar, as nuk e kanë identifikuar, i cili ishte mbi palët. Përderisa në Kosovë kërkohet një konsensus politik me një kandidat i cili është mbi palët, atëherë duhet të shkojnë ke profili zonjës Jahjaga. Kret, mundësit, do më dhënë ato që kanë më shumë probabilitet të ndodhin. Sa mundësi fjala vjen ka një koalicion LVV-PDK? Është shumë e vështirë të thuhet, sepse fakti, në mënyra se si janë pozicionu partitë politike në raport me zotin Kurti, e bën gati të vështirë në mos të pamundur koalicionin. E vetë një mënyrë se si mund të merr një pjesë në koalicion do të ishte të ishin dorë nga retorika kundër zotit Kurti dhe në një farë mënyre të ridefinonin edhe se çfarë karakteri kanë këto parti politike. Po të shohësh kanë partitë politike si LDK-ja, si PDK-ja kanë lëviz në rrafshin shumë fort, rrafshin simbolik. Janë investuar tek UÇK-ja, tek ideja që sot qeveria e zotit Kurti nuk e përkrah ose nuk e dëshiron apo nuk e ka dash ndonjëherë, përkundrazi e lufton luftën, ndërkohë që LDK-ja u mbështet tek ideja e bashkimit simbolik ose duke pas mbi kokë shpirtin e Rrugovës, të Vjosës edhe të Lumirit. Dhe duhet të heqin dorë nga kjo ide e përdorimit të elementeve simbolik dhe të kthehen dhe të mendojnë se si mundet të jenë pjesë e një koalicioni nëse duan, nëse dëshirojnë. Gjithmonë. Por gjithmonë do duhen strehohen në gjoksin e zotit Kurti. Dhe sa do ta përkthejnë këtë dëshirë për të qenë pjesë e qeverisë në raport me elektoratin, sepse bëhet fjalë që zgjedhjet e fundit treguan që këto parti nuk kanë potencial rritje më. Nuk kanë potencial rritje më. Ishte trend për gjitha në fakt. Nuk është u rikthyen aty ku ishin. Jo, u rikthyen atëre. Logjika është kjo. Nga momenti që zoti Kurti ka ardhur në qeveri, me 50% ka rënë 10 pikë, le të themi. Lëre humbjen e votave, po marrin përqindjen me që kanë kaq dëshirë përqindje. Prapë se prapë është gati 2 fishi i votave, është 2 fishi përqindje se sa që janë 2 partitë që e pasojnë. Nuk është e thjesht që edhe për LDK-n dhe PDK-n, cilat i kanë provuar të gjitha, kanë ndruar leadershipin. PDK-ja 2 herë kanë ndruar kryetarin e partisë. Prapë nuk prodhoi një rezultat. LDK-ja e ndroi kryetarin e partisë, vuri zotin Ambjexhiku, arriti atë pengun më të madh të bashkimit në një çati, në një kulm të Vjosës dhe Lumirit dhe prapë nuk prodhoi ndonjë gjë të madhe. Lëvizja e vendosje mbetet në kuadrin e 40% të konsensusit, plus çfarë mund të jenë tashti që do vinë nga diaspora. Dhe është unë kam përshtypjen që partitë e opozitës janë më shumë në udhkryq se sa që është lëvizja e vendosje. Pra Klet, çfarë mendon se do të ndodhë në Kosovë? Çfarë beson ti se mund? Unë kam përshtypjen që situata mund të qëndrojë në momentin siç jemi, pra mund të rrezikojmë prapë edhe një cikël zgjedhor.
por këtë radhë po ta bëj për këtë radhë zgjedhjet mund të bien dhjetor, nëse i referohemi prapë historisë, mundet që lëvizja vetëvendosje sikurse i humbi ato përqindje votash ta rifitoj prapë. Dhe të jemi po prapë në një situatë kur trendi të jetë në rënje për partitë për LDK-n edhe PDK-n. Prandaj duhet të kuptojnë si PDK-ja si LDK-ja se cili do të jetë se çfarë perspektive do të kenë. A do të rinë të konfrontohen me zotin Kurti, sepse u pa që retorika nuk pi ujë, pra nuk ngre vota, apo do duhet të jenë pjesë e një procesi. Por procesi është pak i vështirë, sepse duhet i konformohen disiplinës qeverisë Kurti.